Këtë moment do të flasim për takimin Trump-Zelenski në shtëpinë e Bardhë, që në fakt nuk ka prodhuar asnjë rezultat, por patjetër u bë edhe, më themi, kryeqendra e lajmeve dhe mediave në mbar botën. Në këtë moment eksperti i çështjeve ndërkombëtare dhe profesori Bledar Kurti na bashkohet së bashku. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje Alba, përshëndetje të gjithë teleshikuesve të Euronews. Bled, si gjithmonë, e kemi vëmendjen që tek momenti i takimit. Sërish një kompliment përveshje ndaj Zelenskit nga Donald Trump. Është vërtet ai se ti e ke studiuar në nivele të tjera figurën e Trump, apo është vërtet për të marrë vëmendjen e mediave pasi ajo gjithmonë ha diskutim dhe interpretohet? Jo, ishte mesazh gjuhë diplomatike që njihet tashmë. Pra, unë të bëra një vërejtje që nuk ishte të bënte as pak me veshjen e Zelenskit në shtëpinë e Bardhë herën e parë, por me çfarë do thuaj pas komentit të veshjes së tij, dhe kësaj here duke komplimentuar për xhaketën që sa bukur, sa mirë të ri kjo xhaketë, do thotë që ka reflektuar për çfarë u diskutua në takimin e parë, në takimin e dytë e kështu me radhë. Pra nuk ishte të bënte as pak me veshjen, kishte të bënte me qëndrimet e Zelenskit. Dhe kësaj Trump e komplimentoi që Zelenski ka bërë një progres të dukshëm për t'ju përfërsuar linjës dhe qëllimit që ka Trump për të arritur një armë pushimi midis Rusisë dhe Ukrainës. E qartë, po në nivelin makro, kur analizohet ky takim i radhës mes dy krerëve më të lartë të politikës, sa i takon Amerikës, por edhe Ukrainës, që ka marrë për gati 3 vite gjysmë 4 vëmendjen e mediave botërore për atë që po ndodh në territorin e saj nga agresioni rus. Prodhoi gjë apo ngeli në kuadrin e retorikës me ato bisedat për çështjen e raketave, për çështjen e ndëshhyrjeve nga ajri, tek bisedat për investim, por në fakt asgjë konkrete? Alba, për shkak se, siç e përmenda më parë, që njerëzit janë disi të paduruar, që me të drejtë, sepse njerëzit zakonshëm kanë jetët e tyre kudo që janë në kontinentet e botës dhe presin diçka brenda ditës, diçka imediate. Unë mendoj që ishte takim jashtëzakonshëm dhe shumë frydënës, sepse nëse keni ndjekur jo vetëm deklaratën e Trumpit pasi u takua me Zelenskin, që bëri një propozim që duhet menduar mirë, dhe është një propozim i cili mendoj që do jetë baza midis diskutimeve Ukrainës dhe Rusisë, që është pra të ndalen, të shpallën të dyja palët fituese, të ulin armët dhe të shkojnë në shtëpi, që do thotë të lihen territoret siç janë aktualisht në këtë moment, në këtë sekond. Por, gjithashtu pse them është i suksesshëm, është sepse në konferencën e tij për shtyp, pra komunikimin e tij me gazetarët jashtë zyrës ovale, Zelenski tha: falenderoj presidentin Trump, jam gati të ulem të diskutoj, dhe ai e theksoi. Takim bilateral, që do thot Ukrainë-Rusi, takim trilateral, që do thot Rusi-Ukrainë-Amerikë, ose multilateral, apo çfarë do lloj opsioni, dhe ai përdori fjalën çfarë do lloj formati tjetër. Pra Zelenski tashmë është gati të ulet në çdo propozim që i ofrohet në raport me diskutime me Ukrainën, me Rusinë apo me aleatët e tjerë. Kësaj kjo është një ndryshim radikal, edhe është ndryshim 180 gradë nga vizita e parë e tij në shtëpinë e Bardhë, nëse e mbani mend. Pra sepse duhet kuptuar, i takonte Zelenskit në takimin e tij me Trump, që ishte JD Vance dhe Rubion, për të shtyrë Amerikën, sikurse edhe BE-n kundër agresionit rus, të ishte një unitet, një bashkim forcash perëndimore të aleatëve perëndimor kundër Rusisë. Trump bëri rezistencë për të thënë që kjo nuk është zgjidhja e dur, nuk mund ta zgjidhim dot kështu, duhet të kemi ulje, ndaj dhe organizoi takimin Trump-Putin në Alaskë, sepse duhet, është një fije e hollë për t'i çuar gjërat o në paqe, o në luftën e tretë botërore. Kësaj plani i Trumpit ishte i tillë për ta çuar Zelenskin drejt një balancimi dhe një lloj qëndrimi më real, më të balancuar dhe më konstruktiv dhe më afër qëllimit, që është ndalimi i luftës. Për këtë arsye, Alba, unë mendoj se kam ndjekur me shumë vëmendje, kam dëgjuar 2-3 herë si deklaratat e Trumpit, ashtu dhe të Zelenskit,
ishin deklarata optimiste dhe I hapin rrugën takimit të ardhshëm që do jetë Trump-Putin, e ndoshta pas Hungarisë, Budapestit, mund të ketë një takim trilateral apo multilateral për fshirë Ukrainën dhe Rusinë në të njëjtën tryezë. Se në gjësa që shkojmë në këtë skenar ku të kemi të tre palët në tavolinë, ndërmjetin që SBA, por edhe Zelenskin me Trump që me sa duket nuk po shkojnë në atë tryezën që ne kemi përfolur për gati 4 vitesh. Po, prej 4 vitesh, pra do të bie shumë shkurt 4 vjeçarit, Alba, ne kemi komunikuar shpesh së bashku në Euronews, për cilën falenderoj, bëni punë të shkëlqyer, I kushtoni vëmendje edhe këtu eventeve të cilët harrohen nga shoqëria e gjerë se merren me gjëra të përditshme, por në fakt kjo është gjë më kryesore në botë sot. Pra, 3 vitet e kaluara, le të themi, deri para 9 muajve, para ardhjes së presidentit Trump, ishte një ky qëndrim. Ishte qëndrimi të gjithë vendet perëndimore kundër Rusisë. As dialog, as telefonata me Putinin, as një nis për negociata, asgjë. Le të mobilizohemi, sa do zgjasë lufta, mbi 7.000 njerëz në muaj të vrarë nga të dyja palët, që ka kaluar tashmë 350.000 viktima kështu me radhë, dhe bie presidenti Trump për herë të parë, ai që edhe bashku e kemi diskutuar, fillon dhe nis me tryeza të nivelit të lartë të diskutimit. Kësaj nëse e marrim sa I suksesshëm kanë qenë këto diskutime, duhet I marrim në 9 muajt e fundit, pra që me ardhen presidenti Trump. Dhe a është e mundur? Le të kaloj pak një paralelizëm, sepse kjo është dhe një këshill që jap kujdo të cilët është interesuar për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe çfarë ndodh me gjeopolitikën sot. Pra ka ndodhur disa evente njëkohësisht, jo vetëm Trump, Putin dhe Zelensky, kemi dhe summitin në Kinë, në Pekin, mbahet mend ajo parada madhështore dhe çfarë liderash ndodhi rreth vetes. Dhe që ishte tregimi I muskujve për perëndimin. Po, pikërisht. Dhe çfarë ndodhi pak muaj, pak javë, Trump shkon në Jeruzalem, mban fjalinë në Ksenet, në kuvendin e Izraelit, të nesërme Sharm el Sheikh në Egjipt, këmbledh Arba, shiko pak, Katarin, autoritetet palestineze, Arabinë Saudite dhe sigurisht Erdoganin, duke komplimentuar dhe tashmë si u zhvendos tashmë pushteti I botës brenda pak javë, ku shkuan syt për nga e pamundura. E pamundura ishte takimi Peace 2025 që ishte në Egjipt. Për çfarë? Për Gazën. Dhe kemi nëse zgjidhet 20 pikëshi I armëpushimit midis marrëveshjes edhe zgjedhjes që ofroi Trump, Izrael-Hamas, që ishte më e pazgjidhshmja për 1 milion arsyet, dhe çfarë? Ndoli armëpushimi, u rikthyen pengjet. Në qoftë se Izraeli dhe Gaza situation, pra situata aty ka nisur të zgjidhet, dhe është një arritje shumë e madhe, ndërkohë që Amerika e riktheu balancën e pushtetit për nga perëndimi, duke forcuar shumë vende arabe dhe duke I dhënë atyre dhe siguri të plot, sepse me Katarin, Amerika ka bërë një marrëveshje që do të shënohet interesat amerikane në sulmohet Katari, këtë gjë don të bëjë Arabia Saudite e kështu me radhë. Kështu që rally around the flag, vendet arabe po mlidhen rreth flamurit dhe nismës amerikane. Jo si supremaci, por si garantor I paqes në rajon. Kësaj kthehemi tani, shiko kjo po ndodhe pra në Afrikën Veriore, në vendet e lindjes mesme, kthehemi tani në Rusi dhe Ukrainë. Kjo është më se e mundur. Çështja e vetme që mendoj unë do zgjas pak, është çështja e kalkulimeve të territoreve. Trumpi e vendosi standardin e tij për thënë stop, në këto momente, në këto sekond që jeni, stop, të mos vriten më njerëz, shkoni në shtëpitë tuaja dhe e lëm siç janë. Aktualisht 20% e territorit Ukrainës është pothuajse, ndoshta edhe më pak, për 20% e territorit Ukrainës është uzurpuar territorialisht nga Rusia. Pra, janë territori të diskutueshme. Mund të ndalet këtu, kaq mund të humbi territor Ukraina, sigurisht nuk është as për mua, as për ju, Alba, as për askënd për ta vendosur. Kjo është çështje për cilën ata do ulen dhe
do diskutojnë. Do shkojnë 10-10, etj. Kjo do jetë teknikalitet për çështjen territoriale. Çështjet e tjera garantor të SBA-s, dhe unë mendoj që është një standard i cili edhe një propozim që duhet marrë në konsiderat. Dhe ishte një propozim i qartë dhe për mua është një nismë shumë e mirë për dialogun Rusi-Ukrainë. Si qeni, ndaluni. Të dyja palët fitoni sepse në luftë alba nuk ka kurrë fitues. Dhe kjo është historia njerëzore. 6.000 vite histori na tregon që në luftë edhe ata që në fund shpallën si fitues, ata kanë dalë të humbur. Me koston e 7.000 personave në muaj, me koston e bijeve me jetë njerëzore të panumërt, që të cilët shuhen dita ditës në këtë konflikt që ka zgjatur shumë, nuk duhet të zgjaste absolutisht dhe nuk duhet kishte ndodhur kurrë. Blet, një element tjetër është se Trump do të vizitojë në fakt edhe disa prej vendeve në Europë. Dhe si gjithmonë, ka teori që mund të ketë edhe një ndales apo një pit stop në Shqipëri, mund përdoret Shqipëria dhe si tranzit, se ngjasa që kjo të ndodhë dhe pse jo mund të edhe të shfrytëzohet për një takim bilateral apo shanset janë zero? Jo, tashmë dihet edhe kryeministri i Shqipërisë e ka deklaruar që Shqipëria po përgatitet për vitin 2027 për pritjen e samitit të NATO-s. Pra, është duket një thënie ose po ta vendosim si status Facebook, mund të marri 3 like, po e pak me këtë tokë, e kupton. Por të mendoni të gjithë krerët e shtetës, mjafton vetëm kreu i SBA-s, pra presidenti i SBA-s të jetë në Shqipëri. E kuptoni përgjegjësinë politike dhe sigurisë që duhet ketë Shqipëria që duhet të frojë si garantuese sigurisë krerët e shtetit. Pra kjo është një gjë shumë e madhe e cila do ndodhi në vitin 2027. Në qoftë se kryeministri i Shqipërisë do takohet më parë me presidentin Trump jashtë kufive të Shqipërisë, brenda kufive ndoshta mund të ndodhë, ndoshta Shqipëria mund të bëhet faktor edhe për çështjen e zgjidhjes së konfliktit në Gaza, edhe për samite ndërmjetësuese në raport me lindjen e Evropës. Deri më tani, personalisht, unë nuk së bashku me i foli gjithmonë për politikat e jashtme dhe kurrës si për politikat e brendshme, sepse nuk dua të merrem për sa kohë me to. E pra, nuk është se s'kam ftuar unë, se po prisja të mëroj fjalin që të flisja. E di, kam dashur vetë të mos prononcohem, për në këtë rast, politikat e jashtme të Shqipërisë kanë qenë të profesionale, dhe kanë qenë në përputhje me anën, pra Shqipëria ka qenë në anën e dur të drejtësisë, në anën e dur të politikës ndërkombëtare dhe të aleatëve tanë euro-atlantik. Dhe për këtë përgëzoj qëndrimet e Shqipërisë në raport me të gjithë arenën ndërkombëtare, se nuk ka qenë situatë as pak e vështirë. Edhe kur abstenon, sepse si thotë kanë thënë burrat e mençur që ai është ndonjëherë edhe heshtja flet më shumë se sa fjalët. Dhe Churchill e përdorte shpesh këtë. Për shembull, marr një shembull. Por në këtë momente, Alba, kanë po ndodhur diçka shumë e madhe me botën. Pra, ja ku jemi ne duke diskutuar për Donald Trump. Dhe gjithë mediat e botës kanë 9 muaj që diskutojnë me të për të, duke bërë analiza 9 muaj rresht. Dhe duke parë që pastaj realisht, kur mendon, ishte në 7 tetor, ishte në Jeruzalem, me 8 ishte në Egjipt, pastaj u kthye në Amerikë direkt në 2 të natës, sepse ishte Charlie Kirk ceremonia. Pra u nis sërish, takoi japonezin, takoi këtë, takoi në Kanadan. Pra realisht është fatlume bota sot me një angazhim të tillë të presidentit të shtetit më të madh në botë. E qartë. Jemi minjohës që ka këtë qëllim, paqebërës, ai që bën paqen, sepse imagjinoni pak nëse do kishte. Por Nobeli nuk e mori për paqen, se ishin pritshmëri që do të shkonte për Donald Trump. Unë mendoj që pa komentuar gjatë mbi vendimin e komisionit të dhënies së çmimeve Nobel, por kur nuk ja dhanë Ismail Kadares, son mendjes dhe penës më të ndritur, unë nuk habitem edhe për këto vendime që merr Nobeli, dhe unë mendoj që Shqipëria
meriton Nobel në disa sfera për disa individë të caktuar të cilët e meritojnë dhe pse jo Shqipëria. Por jam i sigurt që Donald Trump sigurisht që është një çmim i merituar sepse tashmë brenda 9 muajve ky është kriza e 9 luftarake që ai po zgjidh dhe po doni ju listoj që është Kambodgja me Tajlandën, Azerbajxhani me Gjeorgjinë, unë isha në Azerbajxhan në Alba dhe isha në një monument ku ishin vrarë 20 studentë nga armenët. Dhe kur u ktheva në Shqipëri, shikoj të dy presidentët që shkëmbejnë duart në shtëpinë e bardhë, nuk është show politik, një konflikt të 30 vjeçar. Dhe gjithashtu Kongo me Ruandën, ata vriteshin me thika, machete është fjala në anglisht ose spanjisht, machita janë lata të mëdha të cilët vrisin njëri tjetrin shumë në turma prej 30 vitesh. Dhe u ndal. Mos kaloj te Kosova dhe tek Serbia se pastaj Jo, nuk dua të dal. Ajo do na haj diskutim tjetër. Por pra Indi Pakistan, të dy shtete nukleare dhe u ndal, sa e frikshme ishte në moment, kësaj do ishte një shumë e merituar për presidentin Trump fitimi i çmimit Nobel. Pra që kësën përmën dhe Kadaren, unë nuk e zauroj fare më. Po. Edhe Shqipëria e meriton në disa sfera dhe urojmë që të ndodhë sa më shpejt. Le të shpresojmë. Blet, shumë kënaqësi që e gjithmonë në Euronews dhe jam e nderuar që qasjet e tuaja dhe opinionet që ti ke për çështjet e caktuara shpëtepër për politikën ndërkombëtare vlen shumë. Të falenderoj shumë Alba dhe më u takofshim sërish. Faleminderit. Urojmë që po, me lajme të mira, Bledi. Ndërkohë, për lajmet e fundit nga vendi rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar nesër me të tjera zhvillime në orën 10. Deri atëherë